Vendimi i Bankës së Shqipërisë për të mbajtur të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5% mbështetet në ecurinë pozitive të ekonomisë dhe e pritshmëritë për stabilizimin e inflacionit. Inflacioni i çmimeve të konsumit erdhi në rritje si pasojë e efekteve direkte dhe indirekte të rritjes së çmimeve të naftës në tregjet e huaja. Megjithatë, niveli i inflacionit mbetet i kontrolluar dhe pranë objektivit të Bankës së Shqipërisë. Rritja ekonomike vjen të ushqehet nga bilancet e shëndosha financiare të sektorit privat, besimi për të ardhmen, të ardhurat nga turizmi dhe kushtet e favorshme monetare dhe financiare. Guvernatori bëri të ditur se në muajin nëntor Shqipëria do të implementojë sistemin evropian të pagesave të shpejta TIPS. Maksimumi në fund të muajit nëntor ne të shkojmë live, pra të jemi efektiv me implementimin e sistemit TIPS, i cili është një klonim i sistemit evropian të pagesave të shpejta. Do të krijojë lehtësi të mëdha, kursime në kohë dhe në para për gjithë konsumatorët. Sistemi financiar do të gjenerojë kursime 35 miliardë euro dhe 38 miliardë lekë për ekonominë në tërësi. Banka e Shqipërisë vlerëson se pavarësisht pasigurive nga zhvillimet gjeopolitike, ekonomia shqiptare mbetet në një trajektore pozitive zhvillimi.